e Hamzës ose Abdi Gjikut, Kurti që i bëri, e hodhin poshtë opsionin Osmani, apo Osmani është ende në lojë? Unë besoj që nuk hedhet, tash të në kalkulime politike, gjithçka mund të ndodhi, sigurisht që nuk mund të di se çfarë diskutohet politikisht, por unë besoj që për Kosovën dhe për këto forca politike është mirë që të vazhdojt një stabilitet institucional, mos të fillohen betejë treja politike dhe të kalkulohet se cila parti për interesa të një grup votash më pak apo më shumë, që ta çojnë vendin drejt betejave treja politike pa asnjë nevojë, ndërkohë që është një mazhorancë konsolidume parlamentare dhe vendit i mungon vetëm edhe presidenti. Presidentin e kemi dhe nëse i ofrohet një mandat i dytë, unë besoj që do të ishte mirë për gjitha palët e përfshira. A e bojnë apo nuk e bojnë? Nuk e di, por atë që di dhe mund të them, mendoj dhe e besoj, është që nëse këto biseda mes burrash si në oda, ashtu dhe në institucione, e pas kanë problemin më të madh se si të bashkohen për të dëmtuar politikisht një figurë të fuqishme politike si Vjosa Osmani, kam frikë që mund të dalë e kundërta. Mund të dalë e kundërta sepse vetëm çelin betejë